Voleybollisti i talentuar shkodran dhe ekipi tonë përfaqësues Anton Çafarena sapo mbyllën një sezon shumë të suksesshëm në Emiratat e Bashkuara duke fituar 4 trofe gjatë këtij sezoni. Urime Çafarena. Faleminderit për ftesën. Në fakt ishte një sezon mjaft i suksesshëm për ne. Ekipi që unë isha pjesë Banijas Volley Club është ekip pjesë Abu Dhabit në Emiratet e Bashkuara Arabe, edhe këtë vit ne arritme të fitojmë gjithë trofejt e mundshme që ishin në ligën venase atje, duke përfshi edhe një kupë ndërkombëtare që ishin me ekipe nga jashtë vendit. Dhe besoj se arritme një sukses të merituar, pavarësisht se ekipi kishte 2 vite që i mungonte një sukses i tillë, por gjet me forcën e grupit edhe e mbyllme me sukses këtë sezon. Çafarena, një përvojë juaj shumë pozitive ndërkombëtare, keni kaluar disa shtete dhe tashmë në Emiratet e Bashkuara, si e vjeni veten, jeni ambientuar me në fakt me shtetin vendas, me publikun, por edhe me nivelin e lojës së voleybollit. Nuk diskutohet, në fakt unë ka 3 vite që jam pjesë e ligave të linjës mesme në Arabi Saudite, në Katar, tash edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe. Në fakt këto liga janë liga të cilat janë duke bërë goxha investime, sidomos në infrastrukturën e sportit, në voleyboll. Edhe normal numri i lojtarëve të huaj është tepër i madh, duke përfshi këtë vit ne kishim 5 lojtarë të huaj në ekipin ku ishim pjesë, edhe normal gjitha ekipet e ligës, të cilët s'diskutohet janë një cilësi të nivelit të lartë, sepse s'diskutohet duke u nisë edhe të pagesat shumë lojtarë europian tash janë duke lëvizë drejt këtyre vendeve arabe. Edhe besoj që ja kam dalë që të arrit kem sukses në këto liga edhe për të vazhduar sa më gjatë. Thamë se keni lëvizur shumë në disa kampionate të huaja. Ku keni ndjerë veten më mirë, në cilin kampionat? Po në fakt gjitha ligat të cilat kanë bërë pjesë deri më sot kanë ato specifikat e veta dhe kanë pas ato rezultatet normal në sport gjithmonë ke rezultate pozitive të cilat i pëlqen, po edhe rezultate të cilat mungojnë, por di të them që në gjitha ligat kanë pas një përshtypje veçantë mirë, por diskutohet për momentin nihem shumë mirë në këto vendet arabe, kështu që besoj që është edhe një diçka pozitive, cilë të besoj shumë. Që do të thotë që Anton Çafarena mund dhe ndoshta do të vijoj të jetë pjesë e këtyre ligave? Po, unë kam rinovu edhe për sezonin e ardhshëm në po të njëjtin klub, ata janë shumë kënaqur me mua, kam pas edhe oferta të tjera, por klubi ishte shumë pozitiv ndaj paraqitjes time edhe normal kërkuan që unë të rivazhdoja kontratën me to, një gjë e cila ndolli, edhe shpresojmë që të marrim këto ritme edhe për sezonin e ardhshëm. Ndërkohë raportet me ekipin kombëtar të Shqipërisë në voleyboll, por konkretisht edhe me Vllaznin e Shkodrës, ku ju jeni prodhim, keni dalë nga Vllaznia, si kanë qenë gjatë kësaj periudhe? Me Vllaznin nuk diskutohet, sa herë unë kthehem në Shkodër, unë frekuentoj pallatin e sportit Qazim Dervishi në stërvitje me djemtë e ekipit Vllaznis, edhe për mua është një vlerësim i madh që gjithmonë kam përkrahjen edhe mbështetjen e tyre. Ndërsa për pjesën e kombëtares, këtë vit kishim tash në verë kishim një grumbullim traditor për të pa se ku janë pak a shumë niveli sportistave në kombëtare dhe mendoj që perspektivat janë që në sezonin e ardhshëm kombëtarja të rikthehet në pjesëmarrjen në kupat e Europës, që janë Europa League dhe kualifikueset për Europian. Kur mund të shohim 2 Çafarenat e pjesë e Vllaznisë me uniformën kuqe blu, kur kemi parasysh se aktivizimi juaj i fundit përpara se të largoheshit jashtë Shqipërisë ishte me një titull kampion në drejtimin e trajnerit Mark Kroçi, kur me të vërtetë ishte ekipi më i mirë, më simpatik i Shqipërisë dhe ju ishit pjesë e formacionit duke pasur si kapiten skuadre vllajën tuaj Nikolin Çafarena. Fakt ajo ka një periudhë tepër e artë, cilën unë normal nuk do ta harroj asnjëherë, sepse është i vetmi titull kampion në historinë e Vllaznisë, edhe ta realizosh për krah vllajt është një gjë akoma më plus më e bukur. Por normal nuk përjashtohet
me njetarme që t'jem pjesë e vllaznisë prap, po nuk e di sa e sigurt është që t'jem përsëri me të njëjtën uniformë me vllajin në ekipin e vllaznisë. Megjithatë, le të besim me shpresë jo shumë larg Anton Xhafarena mund të ribashkohet vllaznisë për të rikthyer ato emocionet e një vllaznie pretendente për trofe. Nuk diskutohet, edhe unë e kam anër që një periudhë caktuar që të arrit që t'japi maksimumin që të kthejmë trofeun përsëri në Shkodër. Ishim me Anton Xhafarenën, voleybollistin shtatar të 2-05, i dal nga vllaznia e Shkodrës, kampion i Shqipërisë pikërisht përpara se të largohej jashtë vendit. U ka kaluar një karrierë shumë të pasur sportive dhe sfundi për 3 sezone rradhazi është në Emiratet e Bashkuara dhe këtë sezon që sapo u mbyll ka fituar 4 trofe, për 4 trofet më të rëndësishëm të vitit. Urim edhe një herë Anton. Shumë faleminderit. Dhe suksese në vazhdim. Shumë faleminderit.